Linda, si fillim, po do me të pyet që sa kohë bosh e merresh me estetik, çu shke fillu? Që shkom fillu, pjesën estetike se kom dashur që si fëmijë, për shkak që mami jam u kon shumë e re, diagnostikume me tumor të gjirit, edhe me heqjen e tumorit të gjirit, pjesa estetikës në Kosovë u kon shumë e pazhvillume, edhe ka dëgju që në Turki bohet, edhe prej asaj kohe më ka hinë qef që më kon një mbules për gjitha gratë e smuta me tumor. Nuk e kom ditë që një ditë kam e pas profesion, përveç profesion e kam edhe shumë pasion. Wow. E du ma shumë se çdo sen tjetër, e du shumë si punë, e bëj me shumë qef. E kom fillu prej dita e parë, prej ditës parë, u konë 2018, në vitit 2018, kur kom fillu me trajnime, kom fillu me dasht si profesion, me bo profesion tamin. Më merët shumë interesant mënyra që shtese prej ka ardhur ideja, edhe nashta sa e ki pas pak ashtu si problem, nashta ose a keni me nëjë moment që jeni keq, nashta të pas parasysh që i pas ke hy për mamin kësaj farë pune, paka shumë. Ka pas edhe raste kur jom një keq, po ka pas edhe raste kur e kom gjetë profesionin si mbështetje të shpirtit, përveç që e kom pas si mbështetje financiare e krejt, ma shumë e kom pas mbështetje shpirtnore. Po kur e kom fillu në fillim në vitin 2018, Kosova ka pas shumë pak informacion, sikur për botoksin e njëjtë dhe për fillerin. Kanë qenë me çmime marramendse, po edhe ka pas shumë pak si punë, si informacion e kanë bo shumë pak njerëz. Po më interesan çat ka thonë mami? Mami në fillim, jo nuk e ka prit mirë. Mjekësin e ka dash gjithmonë, edhe njeri parë që nuk më ka vetë, kër më ka regjistru në shkollë, u konë mami. Më ka thonë ti ki me shku në mjekësi, edhe nuk ka pas zgjidhje tjetër, po unë e kom dash shumë. Përveç asaj, kër e kom nis, u konë një trajnim 2 ditore, edhe kër e më këthy në shpim, ka thonë kur gjo s'kem su për 2 det. Edhe do me nuk e ka prit sikur ti s'ke bo kur gjo, edhe pse unë veç me qa trajnim nuk e kom lon, po mënyra që unë jëm shku për me hin trajnimet si të parën, si tjerat, u konë që kur s'm kam besu që kam me mujt me bo si pun, jam hi kredi për me mujt me shku në trajnim, se kanë thonë jo, nuk bohet kjo pun, non ti s'ki me bo. Edhe mami jam ju tutët shumë ineksioneve, ju tutët shumë gjilpanave me njën, edhe kam vazhdu të thonë që jo, s'ki me bo, po në vazhdimisht, isha vesh kisha fillu me punu. Edhe mas një kohë gjatë e ka kuptu që unë e du si pun, më kam përkra, masi që unë e kom vendos, edhe kom reziku shumë, kom pas tani përkraje. Fillime nuk kom pas shumë përkraje, përveç që motra po kom pak. Ajo shtysja që bëne. Ajo busja, të najtë të Bëne, po. Veç me bo që të punë. E përmendë që ke hy kredi për me kry trajnimin që shokon për ty. Dyqysh, edhe të shumë e re, po atëri kun hajtë po. Edhe kur kom shku me hin tabën kredi, kanë keshat të qikat me mu shumë. Se ma bëshin që ka po dhvim kredia. Dhe në isha të punu në një ndër spitalet matë mdhaja, 2019 su konë se s'po kom qef mi bo marketing. U po një spital shumë i madh, që kom punu në spital privat edhe e kom pas rogën shumë të mirë. Po përveç asaj unë e veç pa ta fillu me punu e pa ta bo një vend vogël për me i kry shërbimet e mia veç me fillar. Botoksin e kom fillu shumë ma vonë, për shkak që i kom majt diku 8 ose 9 trajnime veç për botoks, që me ditë sakt që shi injektohet, kom shku në shumë vendet huja, sta mos Turkin e kom pas vendin e parë që e kom bo trajnimin e parë për botoks, edhe kom marrë guximin, po nuk e kom bo të njerëz të tjerë. Kom fillu me shoqëni edhe familjar të mitë, që me pa qysh apo moj, qysh po hec. A e mojnë men sa ke hi kredi, se shumë më kanë interesant. Po, e mojnë men, kom hi 2.800 euro. Okej, për me kry trajnim. Po, për me kry trajnim edhe mi ble veç 3 produkte. Se trajnimi ju konë te për shumë shtrajt, edhe në qatë shmem kom ujtë me marrë veç 3 produkte. Përveç asaj e kom prit edhe rogën me mdojlë ekstra.